Profesor, ju e përshkruani procesin e rikthimit në vizatim si një arkeologji e brendshme, më ka bërë shumë përshtypje kjo mënyrë të thënit. Çfarë gjeni më shumë sot kur gërmoni në shtresat e brendisë suaj? Kujtime apo përgjigje? Të dyja. Se mirë më bëre pyetjen, janë fakt të dyja. Unë nuk jam tek kujtimet e mia, si më thënë, indiferent, që i shoh, gëzohem ato, i kujtoj edhe e mbyll portën. Ja, pikërisht unë ja përgjigj, sepse atje ka pyetje. Sepse unë në atë periudhë unë nxora nga vetë ime këto kompozimet, pse nxora nga vetë ime këto figurët, pse nxora këtë skenë, dhe kjo më ka bërë përshtypje. Dhe gjithmonë e kam krahasuar, domethënë atë kthimin mbrapa shumë të domosdoshëm për artistin. Ai është për gjithë njerëzit. Është mirë që njerëzit ta kthejnë kokën mbrapa, se atje e ka hedhur farën ai. Unë atëherë e hodha farë, nëse kam hedhur farë misri do marr sot, po të kisha hedhur farë gruri, grur do korë sot. Dhe mua më bë përshtypje se si gazi, i cili sapo ka dalë nga shkolla, nga librat që ka lexuar, muzika që ka dëgjuar, nga teatri, baleti, nga çdo gjë që vjen nga realiteti, patjetër, nga raporti që ka me njerëz dhe me realitetin, dhe ato gjëra të cilat kanë qenë, domethënë, latante, që ka qenë të ushqyera me qumësht, tash ato ishin, tash me gjithë të eksperiencë janë burruar, le të themi. Kështu që unë futa dorën në atë dhomën e fshetë të shpirtit tim edhe fillova t'i nxirra një nga një. Më shijoj shumë që po i reaktivizoj edhe një herë. Se ato dukeshin se unë i kisha mbaruar, e thash, këtu tash kjo piktura ka mbaruar, nuk ishte vërtet. Unë ndjeja po të njëjtën rezatim që kishin ato, si figura. Dhe këtu, kur i mora dhe i ribëra, nuk bëra kopjet e atyre, i rindërtova në një mënyrë tjetër, i ringjalla, le të themi, por nuk ngjalleshin si jetën e tyre të parë, janë ringjallës në jetën tjetër që erdhën. Ashtu siç na ndodh edhe neve, kur neve kemi një mik që na ka ikur jashtë, dhe mbas e takojmë pas 20 vjetësh të mikun, ti e fillon muhabetin atje ku e ke lënë, kur janë miq të rinisë, që ke pas sekrete të ndash me të, neve fillojmë bisedën po atje ku e kemi lënë. Por ka tjetër lloj shtrese, se vjen më i burruar, vjen me tjetër eksperiencë, je bërë me familje, je bërë me fëmijë, je bërë me shokë dhe me miqtëri. Është tjetër ngjarje. Ajo është vetëm fara fillestare, e cila ka energji për t'u rimbjellë edhe një herë. Prandaj unë e mbyll shkrimin atje, mbjellim nga njëjta farë. Rikthimi duket si një formë e vetërrëfimit përmes vijës, sa është kjo një ekspozit, një hapësirë për të gjetur vetveten, dhe sa është një dialog me kohën, me kujtesën dhe me atë që keni qenë atëherë, profesor. Ju tha që janë shumë të rëndësishme kujtime.